Përshëndetje miqtë e mi. Një fjalë e urtë që e kem dëgjuar të gjithë thot: fjalët e njeriu desha e keq janë si qymyri, që edhe pos të dogjen të nxjinë. Shumë mendojnë se fjalët janë si era, vinë e shkojnë, por kjo nuk është e vërtetë. Fjalët mund të vrasin. Personazhet e historisë sonë të sotme ju thanë fjalë që lënduan aq shumë, saqë përfundoi duke lënduar veten e tij. Megjithatë, kjo ishte pjesë e një plani që ai filloi ta kuptonte kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Hej, ndalo tani. Mjaft. Lëshoje. Më dëgjove? Lëshoje se për ndryshe e kemi keq punën bashkë. Eja Marti. Je mirë shoku? Po, mirë jam. Më thanë që po grindesh i derdha me njëherë. Ai njeri më thirri me disa emra që nuk i durova dot. Jam i sigurt për të. Por unë jam zënë shumë herë dhe e di se nuk kanë asnjë vlerë. Eja, largohemi prej tej. Po ndiqnin të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këtë histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftohet të ndiqni programin me numër 364. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Deshe të më takoni zoti Buk? Eja brenda, James. Kam dëgjuar se të premten ke ndar 2 djem që po ziheshin, kështu? E vërtet, zotri. Një djalë po e godiste Martin me grushte. Ne po analizojmë situatën për të kuptuar nëse gjatë zëngës Marti është lënduar në kokë. Duam të dim nëse e ka pasur këtë plak të shtunën kur po ngiste makinën. Ai kishte një plak tjetër? Po. A vurere nëse djaloshi tjetër po e godiste në kokë gjatë zëngës, pasi ja kishte vendosur kokën Martit në kanal? Në fakt, unë sapo arrita i ndava, por nuk mund të them se e pash që Marti po goditej në kokë. E vërteta është që makina e Martit ka dalë jashtë një ure dhe ai ka humbur jetën në këtë aksident. Çfarë? Marti ka vdekur? Më vjen keq ta pranoj, por po, ka vdekur. Personazhi i historisë sonë ka thënë: mësimet jetë ndryshuese që marrin janë një proces që nuk ka fund. Ai ishte 5 vjeç kur Jati e braktisi familjen, por ajo që i dha goditjen përfundimtare ishte vdekja e një shoku në moshën 17 vjeçare. Kjo është historia që tregon se si këto ngjarje ndikuan jetën e tij. Është dëshmia e vërtetë e James Fickley, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Unë isha fëmia i mesëm në familje. Kisha 2 vëllezër më të mëdhenj dhe një motër e një vëlla më të vogël. Kështu që ishim 5 fëmijë. Vëlla i vogël ishte vetëm 1 vjeç kur babai na braktisi. Ai dhe gjyshi sapo kishin përfunduar së ndërtuar i shtëpinë tonë, kur krejt papritur gjyshi ndërroi jetë. Ne jetonim jashtë Pittsburghut dhe shkuam në Washington për të kërkuar punë. Por babai u largua për të përgatitur letrat e divorcit. Kështu gjyshrit nga ana e nënës erdhën të jetonin me ne. George u martua me një grua tjetër pasi u largua. Po, prandaj kërkon divorcin. Gruaja e tij e re është shtatzën. Por kjo është bigami. E dija që nuk duhet ishe martuar me të. Vetë nëna e tij e ka mohuar që na ka braktisur. Po si mund t'ja bëj një burr këtë familjes së tij? Nuk e di. Por ja që ai e bëri. Mbështetje për fëmijët do t'i jap apo jo? Jo, ndaj më duhet të gjej një punë. Më vjen keq bi. Tani unë dhe babai yt nuk kemi më moshë për të punuar, por mund të të ndihmoj me fëmijët. Po për këtë kam nevojë më shumë nënë. I kam merak të vegjlit, derisa të rriten dhe të shkojnë në shkollë. I mat nuk u bë më kurrë i gjallë. Dhe 5 vite më vonë, nëna e shpalli të vdekur me qëllim që ta kalonte shtëpinë e emrin e saj. Ajo gjeti një punë zyre, por nuk fitonte mjaftueshëm sa për të ushqyer 8 vet. Ndaj mbrëmjeve filloi të kujdesej për fëmijët e fqinjës. 2 vëllezërit e mëdhenj duhet të shpërndanin gazeta dhe kur isha 7 vjeç nisa t'i ndihmoj. Shumë shpejt e kisha edhe unë një punë të tillë. Të e bëja para shkollës. Njërit prej klientëve i vinte keq për mua kur më shite tek mundohesha të punoja në të ftohtë dhe më lejonte të ngrohesha. Ai më jepte çokoladë të ngrohtë para se të përfundoja gjithë shpërndarjen.
Gjithashtu gjyshja më ndihmonte me parat. Sa bëhen të gjitha? 25.000 lek. O, shumë mirë. Sa i detyrohesh pronarit të gazetave? 21.000. Të lumt, James. Vazhdo të kursesh që të blesh një biçikletë të re dhe ta kesh më të lehtë punën. Unë bleva një biçikletë të përdorur dhe vazhdova të kurseja para, duke qenë se mbaja emrin e gjyshit. Unë isha nipçja i preferuar i gjyshes. Por vëllezërve të mi nuk ju pëlqente kjo gjë. Verën e kaloja me Dajën në liçenin Kanjat. Kështu nëna kishte një më pak për të ushqyer. Nën, shikoje pak këtë. Çfarë është? Është një letër nga gruaja me të cilën George u martua. Pas ka para në zarf. Nuk po kuptoj asgjë. Në letër, ajo ka shkruar se kur u martua me Georgin, nuk e dinte që ai kishte një familje. E pas ka lënë edhe atë. Oj, paftyri. Pas ka një djalë me të dhe tani po e rrit e vetme. Por pse të ka dërguar para? Ajo thot se e kupton sa e vështirë është i rrisësh fëmijët e vetme, aq më tepër kur unë kam 5, ndërsa ajo vetëm 1. Kështu ka shkruar. E po të paktën pas ka ndërgjegje. Thot që do dërgoj më shumë para kur të ketë mundësi. Këtë do ta shohim me kalimin e kohës. Në fakt, mua më duhen para. Hyt vëlla më tha se këtu është një fermer i cili dëshiron të birësoj Jamesin. Ai vet nuk ka fëmijë. Thuaj atij që nuk jam e interesuar. Mos e merr kaq keq, Geraldina. Unë thjesht mendova se duhet ta dije. Dëgjonën. Në një mënyrë apo në një tjetër do t'ja dalim band të gjithë së bashku. Megjithse pa ty dhe babin nuk do të kisha bërë asgjë. Gjyshja më çonte çdo javë në shkollën e së dielës. Më duhet të ecja 5 kilometra dhe ndonjëherë që ndroja atje për shërbesën. Ulesha pra një burri të moshuar, i cili më jepte gjithnjë ëmbëlsira. Kur motra dhe vëllai i vogël u rritën, i merrja me vete. 2 muaj pasi vëllai filloi shkollën, gjyshi vdiq. U trishtova shumë. Ai kishte qenë për mua një figurë mashkullore shembull. Gjyshja kishte filluar të kishte probleme me zemrën dhe shpesh qëndronte në shtrat. James, gjyshja dëshiron të bisedoj me ty. Në dhomën e saj është tani? Po, është shtrirë. Hyr. Gjyshe, deshe të flisje me mua? Po, James. Mbarove punë me shpërndarjen e gazetave. Mbarova. Shumë mirë. A mund të më lexosh pak Biblën? Më lexo këtë pasazh. Sigurisht që po, gjyshe. Është Psalmi 91. Duke qenë se ke thënë, o Zot, ti e streha ime dhe e ke bërë shumë të lartin strehën tënde, nuk do të gjej asgjë e keqe. Asnjë plag nuk do t'i afrohet çadrës sate, sepse ai do t'i urdhrojë ëngjët e tij të të ruajnë në të gjitha rrugët e tua. Që nga poetike apo jo? Psalmet janë shumë poetike. Mua më pëlqen të shkruaj poema, gjyshe. E di, mbaj mend që ke shkruar një këngë për Jezusin. Po pra, dhe mësuesja e klasës së 4 nuk e besonte që e kisha shkruar unë. Kjo i përket të shkuarës, James. Merr zemër. Në atë kohë nuk e kuptoja atë që lexoja, por më vonë do të ndodhte e kundërta. Me nënën që duhet të punonte pa pushim dhe pa figurën e një babai, ndërsa rriteshim ne vëllezërit hapnim gjithnjë e më shumë telashe. Pinim, vidhnim dhe qëndronim jashtë deri vonë. Përdorja një fjalor të papërshtatshëm. Derisa drejtori i shpërndarjes së gazetave më dëgjoi një ditë dhe më tha që kjo nuk ishte gjuha që duhet të përdorja. Kështu vendosa të mos flisja më kurrë ashtu dhe e mbajta fjalën, por njihesha si një person që ndërmerrte përsipër rreziqe. James, dëgjova se e hedhur nga një orë e qytetit. Ashtu? Edhe ku e dëgjove këtë? Nuk ka rëndësi se ku e ka dëgjuar. Ti duhet të kuptosh se kjo është shumë e rrezikshme, bir. Është po aq e rrezikshme sa ajo ndërtesë lart ku shkove të vareshe me duar. O Zot, ki mëshirë për ne. Po na trem kështu, gjyshe. Jo, ti po na trem ne me sjelljet e tua të çuditshme. Por a nuk e ke thënë vetë ti se nuk mund të lëndohesh nga diçka që nuk e di? Kjo nuk është e vërtet. Padituria lëndon shumë njerëz. Ju djema do të më vdisni mua. Ndërsa unë do të vdes nga vëllai im. Sot shkova në orën e matematikës dhe pasi mësuesja pa emrin tim në regjistër, i ktheu syt nga klasa duke thënë: James Fickley, nëse je një lloj si vëllai yt i madh, atëherë largo nga klasa ime tani.
Po ti, çfarë i the? E thash që nuk jam as pak si vëllai im. Atë vit fillova të ziesha shumë. Zënkat bëheshin në një vend parkimi të zbrazët pas bankës, pasi përfundonim shkollën. Një herë atje u mblodhën një grup fëmijësh, dhe unë u shtira si kur kisha frikë nga personi që po më sfidonte. Deri në momentin kur filloi dy luftimi. Por një polic na ndau dhe na ktheu në shkollë, ku unë mora 3 goditje me riplëkure nga asistenti i drejtorit. Gjatë shkollës së mesme më pezulluan 2 herë për këtë arsye. Më pas, pata një përballje skandaloze me një mësues dhe më pezulluan për herë të tretë. Po këtë herë çfarë ndodhi, James? U zura me një mësues. Ti e di që nuk duhet ta bësh këtë, apo jo? E di, por as ai nuk duhet të më flasë në atë mënyrë. Vetëm se u cënua egoja jote nuk do të thotë se unë duhet të largojmë nga puna për të marrë ty në shkollë. E kupton se sa egoist je? Mami, më vjen keq që u detyrove ta bëje këtë. Por ai e kishte gabim. James, ti duhet t'i nderosh mësuesit. Po, dhe ata duhet të na nderojnë ne. Po vazhdove kështu, do të përjashtojnë fare nga shkolla. Nuk do t'ishte keq, jo. Sikur po nxjerr gjë në dritun prej saj. Dëgjoj, unë u diplomova. Edhe ti mundesh. Por duhet të sillesh mirë. Të 2 vëllezërit e mdhenj e lanë shkollën dhe shkuan në ushtri, por unë vazhdova. Nuk isha ndonjë nxënës i mirë. Luaja shumë okej dhe nuk studioja. Disa herë bëm gara me një makinë që e morën pa leje. Gjatë ditës së pavarësisë, një ditë qershori e nxehtë, për herë të parë u deha. Isha vetëm 16 vjeç. Kush mendon se është ai polici që po na mban këtu mbrapa? Dua të shoh më nga afër. Më mirë. Ai është i paftë. Ja tregoj unë qefin atij. Jo, James, mos e bëj. Prit, mos bëj tani mbaj. Kush e di se ku do kisha përfunduar nëse shokët nuk do të më kishin ndaluar. Një nga vëllezërit e mdhenj ishte arrestuar për vjedhjen e një makine, dhe nëna mori kursimet e mia për ta nxjerrë atë nga burgu. Sidoqoftë, unë nuk u arrestova asnjëherë për shkeljet e mia. Isha 17 vjeç kur një djalë që njihja nga shkolla e mesme më ftoi bashkë me disa të tjerë në një vend ku ai tha se do të kishte lojra sportive, vajza dhe ushqim falas. Kush është ai adoleshent që nuk i dëshiron këtë gjëra? Ai vend do të ndryshonte plotësisht jetën time. Pasi shkuam në shtëpinë e çiftit Elderi, luajtëm disa lojra dhe u futëm brenda për të pirë lëngje dhe për të ngrënë një lloj buke të veçantë dhe ëmbëlsira. Më pas shkuam të gjithë në dhomën e ndenjes dhe ulëm në dysheme, ndërsa zonja Elderi i binte pianos. Ne kënduam këngë që nuk i kisha dëgjuar kurrë më parë. Pas kësaj zoti Elderi filloi të fliste. Dëgjoni, ne ju kemi ftuar këtu sot për t'u treguar një të vërtetë të thjeshtë, që Perëndia ju do. Ju do aq shumë sa dërgoi birin e tij, Jezus Krishtin, që të vdiste për ju. Bibla thot, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndisë. Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Dhe paga e mëkatit është vdekja. Ne e meritojmë ferrin sepse kemi gënjur, kemi vjedhur dhe jemi rebeluar kundër Perëndisë, sepse i gjithë mëkati është kundër Perëndisë. Kjo është e vërteta e hidhur. Jap se Perëndia dërgoi Jezusin. Perëndia në mish erdhi nga qielli për të paguar pagën e mëkatit në kryq. Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Në Bibël thuhet, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëmlindurin, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. E kuptoni? Vetë Jezusi mori gjykimin tuaj. Dhe nëse ju nuk pendoheni personalisht për mëkatet dhe nuk e pranoni vdekjen, varrosjen dhe ringjalljen e tij si shlyerje të mëkatit, atëherë nuk do të shkoni në parajs. Do ta kaloni të gjithë përjetësinë në ferr. Jezusi tha, duhet të lindni përsëri. Javë pas jave shkoja në klubin e Biblës dhe fryma e shenjtë e Perëndisë filloi të më binte për nevojën që kisha për një shpëtimtar.
Një të premte mbrëma në fund të shërbesës u përgjigja, dhe Zoti Elderi më mori më nja në katin e dytë, për të siguruar nëse e kisha kuptuar atë që doja të bëja. Unë u luta i penduar, ndërsa ai më drejtoi në një lutje shpëtimi dhe fryma e Perëndis më dha jetën e re në Krishtin. Unë i tregova nënës dhe vëllezërve që isha shpëtuar, por në fillim vëllezërit nuk më besuan. Ata më quanin ungjilltar dhe unë nuk e kuptoja çfarë do të thoshte, por jeta ime po ndryshonte. Verën tjetër, çifti e Elderina mori në një kamp falas për një javë në malet e Pensilvanisë. Atje Perëndia i foli zemrës sime. Zot, unë nuk dua të bëj premtime që nuk mund t'i mbaj. Por nëse ti dëshiron ta marrësh jetën time dhe të më përdorësh, atëherë ja ku jam. Ç'kemi, James? Si ja kalove në kamp? Shumë bukur, mami. Çdo ditë kemi bërë notë në përrojën e një mali. Të gjithë, djem dhe vajza? Po, të gjithë. Vajzat fjetën në shtëpi, ndërsa djem fjetën në papafingo. Më vjen mirë që je kënaqur. E di, unë drejtova adhurimin. Ata vun një piano në verandë dhe të gjithë ulën poshtë pemës në vendin e mbushur me xizellonja. Ishte fantastike. Pas ka qenë shumë bukur. 2 burra nga një kishë qytetit morën disa ditë leje për të ardhur dhe për të na folur çdo mbrëmje. Vërtet? Këti i them për kushtimun. Zoti i foli me të vërtet zemrës sime, mami. Unë ja kam dhënë atij jetën time që ta përdor si të dëshiroj. Mendova se tashmë e kishe bërë këtë. E kisha bërë, por këtë herë dorëzova plotësisht jetën time. Do doja shumë që edhe ti të shpëtohesh, mami. James, çfarë janë këto që thua? Dëgjoj, mami. Pasi vdes nuk të jepet më një mundësi e dytë. Unë dua që të shkosh në parajs dhe jo në ferr. Po nuk pate gjë tjetër për të thënë, më mirë dil jashtë. Refuzimi i saj më lëndoi shumë. Refuzimi erdhi edhe nga shkolla. Mbi librat e tjerë mbaja një Bibël dhe për shkak të kësaj përfshihesha në zënka. Më pas, në vitin e fundit të shkollës së mesme ndodhi vdekja e papritur e Martit. Dhe unë nuk i kisha folur atij për Jezusin. Vdekja e tij më preku aq shumë se a kuptova qëllimin që Perëndia kishte për mua. Që u tregoja të tjerëve se si të shpëtoheshin. E përfundova shkollën e mesme me një kredit mangët. Mundësia për të më futur në ushtri ishte shumë e madhe dhe kështu ndodhi. Gjatë gjithë trajnimit fillestar më tallën, për shkak se ndaja ungjillin. Hey, Fiklej, a je gati për inspektimin e parë? Po, gati jam. Po ti, je gati për inspektimin e fundit? Unë do të shkoj në parajs sepse Jezusi dha jetën e tij për mua. Dhe jam shpëtuar. O, ja ku filloi ky me predikimet e veta. Nuk është predikim. Dua vetëm që ta dirë se duhet të rilindesh. Dhe si mund të rilindesh? A mund ma tregosh pak këtë? E po... Ti... duhet të besosh tek Jezusi. Unë nuk e di, por mendoj se nëse ti do t'ishe me të vërtet i shpëtuar, nuk do të kishe këtë lloj temperamenti. Dhe do ta dije se si duhet të rilindesh. Ai kishte të drejtë. Unë kisha zell, por jo njohuri. Nuk isha mësuar përmendesh asnjë varg nga Bibla. Thjesht kisha shkuar në klubin e Biblës, ndaj ende kisha nevojë për udhëzime që të më ndihmonin të rritesha. Më pas, pikërisht para inspektimit në terren, filluan të lashet. Fiklej, si guxon ta marrësh Biblën me vete? Ti i di rregullat. Largoje tani se për ndryshe do ta kërkoj dënimin për mosbindje. Rreshter, Bibla është pikërisht atje ku e ka vendin. E shihni diagramin mbi kapakun e kutisë? Dhjata e re mund të vendoset atje. Po dëgjove, Fiklej, largoje Biblën menjëherë. Fjalët e tij ishin aq ofenduese, sa kur u ngjit për të thirrur oficerin e togës son, e fsheha Biblën nën kuti. Kur u kthye filloi të fliste për çart duke më shar mua dhe Zotin Jezus Krisht. Gjë që nuk e durova dot, por reagova. Jepi një fund tani, rreshter. Unë nuk kam asnjë besim, por besimi yt nuk është as pak i mirë. Më dëgjove? Jashtë quajturi yt shpëtimtar është vetëm një gënjeshtër. Asgjë tjetër, vetë se një gënjeshtër. Rreshter, ju thash që duhet i jep një fund me kaq. E gjithë kazerma ra në qetësi dhe po dëgjonte fjalët e tij që nuk kishin fund.
Unë fillova të dridhesha i tëri dhe më pas qava. A i po sulmonte shpëtimtarin që unë doja. Zemrimi më mbuloi dhe unë isa drejti me qëllim që ta bëja të heshte në çdo mënyrë që mundesha. Drejtuesi i tokës thirri me zë të lartë, duke më thënë të mos e godisja. Kështu ndalova i zemëruar, dhe në vend të tij godita një kuti metalike. Ngrije kutin tani. Po deshe ta shohësh kutin në vend, atëherë ngrije vet. Unë e hodha për to kutin metalike me cigare, dhe ajo ra po shkallëve duke rrëzuar edhe një kuti tjetër. Theva disa kocka të dorës dhe kisha gjakderdhje. I tregova komandantit në qendrën e shtabit të përgjithshëm se çfarë ndodhi. Më pas, para se të kthehesha në kazermë, shkova në spital për ta fashuar dorën. Fiklej, ne nuk e dinim që besimi yt ishte kaq i rëndësishëm për ty. Unë nuk po mbroja besimin, por shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht. Rreshteri po fliste keq për të, dhe kjo më zemroi. Po e pam, sa mirë që Martinez të bërtiti në kohë që ti të ndaloje. Po, është e vërtet. Po ai nuk ndalonte. Po, jam plotësisht dakord. Jezusi më ka shpëtuar dhe unë e dua atë. Shumë shpejt pas kësaj, divizioni ynë shkoi në Gjermani me anije. Për shkak të dorës ime, unë shkova më vonë me avion dhe mungova në disa manovra fushore ku rreshteri do të më kishte ngacmuar sërish. Kur dora ime u shërua, krijova një grup futbolli dhe u futa në palestër. Kështu Perëndia më mbajti larg rreshterit. Ndërkohë që shërbimi tim në ushtri po i vinte fundi, unë gjeta një dhomë boshe dhe atje lutesha. Zot, nëse ti më ndihmon kur të dal prej këtej, do të kthehem në universitet dhe do të studioj Biblën në mënyrë që të mund të drejtoj të tjerët e Krishti. Jam shumë e gëzuar që je kthyer në shtëpi, bir. Edhe unë, mami. Ai vendi vjetër ka nevojë për disa riparime. James, parat që ti kishe kursyer, unë i kam përdorur çdo muaj për shpenzimet që kemi pasur, dhe nuk kam mundur të rregulloj gjë. Mos u shqetëso. Para se të nisem për në universitet do të bëj gjithçka të mundem. Ti do t'jesh i pari që do të vazhdoj universitetin. Ku mendon të shkosh? Kudo që do të më pranojnë. Ti e di që notat e mia nuk janë shumë të mira. Por ti ke marrë provimet dhe diplomën e shkollës së mesme. Pastaj, edhe koha në ushtri duhet të ketë një farë rëndësie. Zoti Elderi në klubin e Biblës më ka dhënë disa këshilla se ku duhet të aplikoj. Me qëra fjala, fqinja jon, zonja Vester, ka kërkuar që të shkosh atje për vizitë. E di, kur isha në Gjermani i dërgova një kartolim për Krishtlindje. Eja James, ulo. Si të duk Gjermania? Më pëlqeu. Kam dëgjuar se tani e bëri krishter. Është e vërtet. Zoti më ka ndihmuar ta kontrolloj temperamentin tim. A mund të më tregosh edhe mua si të shkoj në parajs? E po, ti nuk mund të jesh e mirë sa duhet për Perëndin, apo jo? Jo, nuk mundem. Kjo është arsyeja pse Jezusi zbriti nga qielli. Ai është biri i Perëndisë dhe erdhi për të shlyer pagën e mëkatit, sepse Bibla thotë që paga e mëkatit është vdekja. Perëndia për këtë e dërgoi. Duke qenë biri i Perëndisë, ai ishte i përsosur, por njerëzit e kryqëzuan megjithse ai nuk kishte bërë asgjë. Në fakt, ai po paguante pagën e mëkateve tona, të mëkateve të mia dhe të mëkateve të tua. E beson këtë? Sigurisht që po. Atëherë thua i Perëndisë që e beson se Jezusi vdiq për mëkatet e tua. Më pas kërkoi atij të vijë në zemrën tënde dhe të shpëtojë. Mirë? Ne u gjynjëzuam në dhomën e saj të ndenjës dhe ajo u lut. Ishte personi i parë që po drejtoja tek Zoti. Në atë kohë isha bërë antari një kishe lokale dhe isha pagzuar. Por ende nuk isha mësuar vargjet bazë për të ndarë ungjillin dhe vargjet të nevojshme për jetën. Kur një universitet në Dayton të Tennessee më pranoi me koprove, e ngarkova makinën e vjetër që ja kisha blerë vëllait tim dhe u nisa për në jug. Bërrita atje në orën 2 të mëngjesit dhe fjeta në makinë. Në mëngjes, takova ekonomistin. Sa mundësi ke që të shlyesh pagesat e universitetit? Unë kam punuar gjithë verën, por mendoj se do të punoj edhe këtu. Ti ke qenë në ushtri, apo jo? Por pagesa nga ushtria të është ndërprer. Këtë e di, zotri. Atëherë do të jenë prindrit ata që do të ndihmojnë nga ana financiare? Nëna ime ka ende 2 fëmijë në shtëpi për të kujdesur, dhe nuk mund të më ndihmojë.
Po kisha në vendlindje. Atje nuk ka një kish që të më ndihmoj, zotri. E di çfarë thuhet tek Fjalët e Urta kapitulli 3 vargjet 5 dhe 6? Jo, zotri, nuk e di. Po Bibël ke? Patjetër që po, zotri. James, dua që të shkosh dhe ti mësosh përmendësh këto vargje. Më pas ktheu pas dite që të më takosh. I mësove përmendësh vargjet që të thash? Po, zotri. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në mençurinë tënde. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. I beson këto fjalë? Sigurisht që po. Një nga burrat në bordin drejtues të administratorëve zotron një pemishte me portokalle në Florida. Ai do të sigurojë paratë e shkollës për 2 studentë. Ne mendojmë se njëri prej tyre duhet të jesh ti. Koha ime atje ishte e mrekullueshme. Pas shërbesave të adhurimit, unë kthehesha në konvikt dhe lutesha duke i kërkuar Zotit që të jetoja ato që kisha mësuar. U diplomova. Unë punoja, por si shumë studentë të tjerë që punonin, duhet alija shkollën pas një viti e gjysëm dhe të punoja me kohë të plotë që të shlyeja detyrimet e mia. Më në fund më transferua në një shkollë të krishterë në Chattanooga, ku kishte më shumë mundësi punësimi. Atje njoha Barbarën. Ne kishim një lëndë mësimore që e bënim bashkë, dhe ajo ishte e bukur. Nuk ja dija emrin, por kur e pash në bibliotek duke studiuar, i kërkova që të premten të shkonim bashkë në bowling. Ajo më dha adresën e saj dhe ne dolëm bashkë për 3 muaj. Alo? Ç'kemi, mami? Si po shkojnë gjërat andej? Shumë mirë, James. Po ti si je? Më mirë s'bëhet. Po vazhdon të punosh tek ajo fabrika e rrobaqepsisë? Jo, tani kam një punë më të mirë në agjensinë e makinave me qëra në aeroport. Të paguajnë më shumë? Po, tani mund të shkoj në mësim gjatë ditës dhe mbrëmjeve punoj. Kur nuk ka avion mund të studioj. Sa mirë. Puna gjithashtu më ndihmoi edhe kur fillova të dilja me Barbarën. Ashtu? Në fakt nuk e dija emrin e saj, por atje kemi një numrator telefonik për shërbimin e taksive. Kështu që kërkova adresën e saj dhe atje gjeta emrin dhe numrin e saj të telefonit. Sa djali i zgjuar që je. I zgjuar aq sa të kuptoj që ajo është vajza e duhur për mua. Mendon se mund të vish në Chattanooga për dasëm? Ne u martuam në qershor të vitit 1962 dhe u diplomova 2 muaj më vonë. I me shoqe u diplomua pas një viti dhe të dy filluam të mësonim Biblën në shkolla publike. Ky ishte një mision i veçantë në terren që Perëndia zgjodhi për ne. Sidoqoftë, ne ndjejmë se ishim thirrur për të qenë misionar në Gjermani, por nuk arritëm të merrnim mbështetje financiare dhe u larguam nga bordi i misioneve. 2 javë më pas, mbështetja financiare u sigurua. Por atëherë kuptuam që në të vërtetë Perëndia na kishte thirrur për të dhënë mësim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke prekur jetët e brezave të ndryshëm për Perëndinë. Së fundmi, pas 44 vitesh si mësues dhe mentor, unë kam dalë në pension. Perëndia na ka dhënë 3 djem, por mbi të gjitha na ka dhënë parajsën si një dhuratë dhe privilegjin që të shërbejmë si ambasador të Krishtit në sistemin e edukimit. Po ti i dashur dëgjues, nëse do të vdisje sot, a je i sigurt që do të shkojë në parajsë? Ti mund ta kesh të siguri. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitullin 5 në vargun 24, Jezusi tha: "Ai që dëgjon fjalën time dhe e beson atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme dhe nuk vjen më në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë." Nëse dëshironi mund të luteni së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, unë besoj se Jezusi vdiq në vendin tim për mëkatet e mia. E besoj që u ringjall dhe jeton në përjetësi. Të falenderoj për sakrificën tënde. Të falenderoj për dhuratën e jetës përjetshme. Eja në zemrën time Zoti Jezus dhe më shpëto. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Nëse jeni lutur së bashku me ne do të dërgojmë disa libra që mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë për planin që Perëndia ka për jetën tuaj. Ju mund të na shkruani në adresën Radio 7 Kutija Postare 2914 Tiranë ose mund të dërgoni email në info@radio7.net. Ndoqët programi me numër 364. Kjo ishte historia e vërtetë e James Fickley. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, por të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programin i tonë tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshëm.